Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, aku për i takohemi sërisht me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtër për të folur për ngjarjen që në fakt na ka trembur pak të gjithëve, do të flasim për Efi Dhedes. Efi Dhedes, një vajzë tepër energjike, ra në një operim, realisht në 3 operimet të saj. Ajo ka folur për herë të parë ku unë kam deklaratën e Efit në mënyrë të detajuar. Në videon e publikuar në rrjetet sociale, Efi ka treguar se ndodhet në gjendje të mirë dhe se operacioni ka kaluar me shumë sukses. Ndonse aktualisht po përballet me disa dhimbje pas ndërhyrjes. Në fjalën e saj ajo ka ndarë me shumë sinqeritet eksperiencën personale, duke theksuar se ky nuk është operacioni i parë që Efi Dhedes ka kryer. Zakonisht kur dal nga narkoza, sepse në fakt ky është operacioni 4 që unë bëj, jam shumë në qejf dhe kam shumë gjëra për të thënë, por kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Është shprehur Efi me humorin e saj karakteristik edhe pse e lodhur nga procesi i rikuperimit. Ajo ka treguar se dita e parë pas operacionit ka qenë më e lehtë. Pasi ka pasur energji dhe është ndjerë mjaft mirë, madje është çuar në këmbë menjëherë pas zgjimit nga anestezia. Megjithatë, dita e dytë ka rezultuar më e vështirë për të, duke përjetuar dhimbje më të forta dhe një lodhje të theksuar fizike. Dje dola nga operimi mirë, kisha energji dhe jam çuar në këmbë. Sot kam shumë dhimbje, ka rrëfyer ajo me shumë sinqeritet. Duke u drejtuar ndjekësve të saj, ajo ka theksuar se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj ndryshimi në pamjen e jashtme, por për nevojën mjekësore që ka kërkuar ndërhyrje kirurgjikale. Nuk është ndërhyrje estetike, thot Efi, është ndërhyrje shëndetësore, jo diçka për t'u shqetësuar, ka thënë ajo duke qetësuar publikun që shpesh ndjek çdo detaj të jetës së saj publike. Në fund të mesazhit të saj, Efi Dhedes ka ndarë edhe një reflektim të ndjerë mbi rëndësinë e shëndetit dhe kujdesit ndaj vetes. Ajo ka pranuar se situata të tilla e bëjnë njeriu të kuptojë sa e vlefshme është mirëqenia fizike dhe emocionale, duke theksuar se asgjë tjetër nuk ka vlerë përpara shëndetit të saj. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në situata të tilla dhe ke dhimbje, kupton sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Kështu një kujtesë për ty, kujdesu për veten, se shëndeti është gjëja më e rëndësishme, ka përfunduar ajo me një mesazh frymëzues për ndjekësit e saj. Videoja e Efit është pritur me shumë dashuri dhe mbështetje nga fansat, të cilët i kanë dërguar urime të shumta për shërimin të shpejtë dhe kanë përgëzuar për guximin dhe transparencën e saj. Ky moment personal i Efit ka shërbyer si një kujtesë për të gjithë se pas dritareve të skenës dhe famës, shëndeti mbetet prioriteti më i madh që secili duhet ta ruajë me shumë kujdes.